Eno Koço, muzikolog, profesor universiteti, dirigent si dhe akademik i jashtëm i Akademisë së Shkencave, u lind në Tiranë i biri i muzikantëve, baritonit Kristo Koço dhe sopranos Tefta Tashko. Në moshën 7 vjeçare, nisi të studiojë violin në Liceun Artistik të Tiranës, më vonë në Leningrad, përpara se të diplomohej në Institutin e Lartë të Arteve të Tiranës më 1996. Pas përfundimit të studimeve për dirigjim më 1977, një vit më vonë emërohet dirigent i Orkestrës Simfonike në Radio Televizionin Publik Shqiptar. Me këtë orkestër, përveç numrit të madh të koncerteve simfonike e vokale, bëri regjistrime të këtij repertori, të muzikës së filmave dhe këngëve të festivaleve në Radio Televizion dhe zhvilloi turne në Kosovë 1989 dhe Turqi 1983. Drejtoi Orkestrën Simfonike të Kairos në Egjipt 1986 dhe u atashua pranë Orkestrës RAI dhe Operës Regjo të Turinës 1989. Mbrojti doktoraturën me temën Kënga lirike qytetare shqiptare në vitet 1930. Vepra artistike e Eno Koços në fushë të muzikologjisë është kolosale. Kontributi i tij për afirmimin e ndjeshmërisë shqiptare nëpër masa botërore është i jashtëzakonshëm. Ndërbudimet shqip dhe anglisht janë traktati Orkestrimi në bashkëpunim me John Simoni 1977-1984. Librat Tefta Tashko Koço dhe Koha e saj 2000, Kënga lirike qytetare shqiptare në vitet 1930-2002, artikuj periodik që nga viti 1970 dhe ndër më të fundit janë ato mbi këngët e përmbledhjes lyra shqiptare dhe të botuara në revistën Kultura Popullore 1999 dhe Albanian Urban Song Tradition në Studio Albanica 2002. Boton gjithashtu librin Kënga karakteristike koçare 2003. Veprimtaria e tij është e shumëanshme në Shqipëri, në Europë e në botë, si dirigent i orkestrave dhe filharmonive nga më të njohurat, si studiues i historisë së muzikës tradicionale shqiptare dhe të asaj qytetare, si krijues e kërkues, si ligjërues shkencor për një problematikë të larmishme të muzikologjisë në shumë universitete të botës, si përkujdesës i përzgjedhjeve, masterizimeve dhe publikimeve muzikologjike, si përgatitës dhe botues i shumë librave me karakter burimor e dëshmues. Në vitin 1984, Eno Koço dekorohet me titullin artisti merituar nga ana e shtetit shqiptar. Pas stabilizimit të tij në Angli, paralelisht me orkestrat anglo-irlandeze, mban lidhje permanente me orkestrat dhe koret e Shqipërisë, dirigjon në Orkestrën Kombëtare të Tiranës, realizon disa turne jashtë vendit, mbron tezën e doktoraturës, prezanton programe nga subjekti i hulumtimeve të tij, subjekte që ndërlidhen me vlerat tona shpirtërore. Në këtë drejtim, mban konkurrime shkencore në universitetet e Evropës, afirmon vlerat muzikore shqiptare, promovon muzikën e kompozitorëve britanik në Tiranë e afron opinionin shqiptar me vlerat e larta të muzikës botërore.